Sofia ka hyrë në narrativ shumë të rrezikshme që është në kundërshtim me interesat strategjike të BE-s dhe NATO-s, tha ministri i punëve të jashtme Timço Mucunski pas kthimit nga samiti i NATO-s në Hag. Ai shon se narrativi që vjen nga Sofia është në interes të palëve të treta që duan destabilizim në rajon. И она что го прави София? Во последниот период, оној експлицитен обет од кој што ние стравуваме и против кој што со сите наши сили ќе се бориме за редефинирање на нашиот идентитет е ретрограден, не му користи на регионот и не им користи на крајот на ден на народите на двете држави, кои што за жал заради таквиот однос се повеќе оддалечени едни од други. Mucunski nuk mendon se në Maqedoni ekziston gjuhë e urrejtjes dhe siç tha, nëse dikush e konsideron si gjuhë urrejtjeje nevojën për afirmimin e gjuhës dhe identitetit maqedonas, atëherë problemi është më i madh se sa e mendojmë. Gjithashtu vlerësoi se vendimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit nuk mund të injorohen dhe se ato janë fakte dhe realitet që ekziston. Sa i përket raportit për Maqedoninë, i cili ngjalli reagime të ashpra nga eurodeputetët bullgar dhe që u miratua në Komitetin për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian, tha se është historik, por nuk është moment triumfi. Shton se nuk dihet nëse do të votohet edhe në Parlamentin Evropian. Ние со нашиот ангажман како влада, премиерот, председателката, јас како министер, други наши колеги ќе направиме се што можеме да упатиме на разум и свест во рамките на европските институции. Mucunski beson se Parlamenti Evropian do të veprojë në përputhje me ato vlera europiane që janë arsyeja kryesore pse shumica e madhe e qytetarëve të vendit ton dëshirojnë që ne të bëhemi pjesë e BE-s.